29 shtator. Lufto me mosbesimin. Mbi të gjitha, duke marrë mburojën e besimit, me të cilën mund të shuani të gjitha shigjetat e zjarrta të ligut. Merrni edhe për krenaren e shpëtimit dhe shpatën e frymës, që është fjala e Perëndis. Efesianëve 6, 16-17. Kur jam i shqetësuar nga plakja, e luftoj mosbesimin me premtimin që thotë: deri në pleqërinë tuaj, unë do të mbetem, po ai. Unë do t'ju mbaj, derisa të thinjeni. Isaia 46:4. Kur jam në ankth nga vdekja, e luftoj mosbesimin me premtimin që thotë: sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij, dhe askush nuk vdes për veten e tij. Sepse edhe nëse jetojmë për Zotin, edhe nëse vdesim për Zotin. Pra, edhe nëse jetojmë ose vdesim, të Zotit jemi, sepse për këto edhe vdiq Krishti dhe u ngjall e u kthye në jetë, që të zotëroj edhe mbi të vdekurit, edhe mbi të gjallët. Romakëve 14:7-9. Kur jam në ankth se mund të përjetoj lundërthyerje në besim dhe të largohem nga Perëndia, e luftoj mosbesimin me premtimet që thonë: ai që nisi një vepër të mirë në ju, do ta përfundoj deri në ditën e Jezu Krishtit. Filipianëve 1:6. Dhe prandaj edhe mund të shpëtoj plotësisht ata që me anë të tij i afrohen Perëndis, sepse gjithmonë rron që të ndërmjetësoj për ta. Hebrejve 7:25. Bashkohu me mua në betejë. Le të luftojmë, jo me njerëzit e tjerë, por me mosbesimin ton. Mosbesimi i premtimeve të Perëndisë është rrënja e ankthit, e cila vetë është rrënja e shumë mëkateve të tjera. Shpata e frymës është fjala e Perëndisë, tha Pali te Efesianëve 6:17. Mburoja me të cilën shuajmë mashtrimet e zjarrta të Satanit është besimi, vargu 16. Besimi në po atë fjalë të Perëndisë. Prandaj, merr mburojën në dorën tënde të majtë dhe shpatën në dorën e djathtë, dhe le të luftojmë luftën e mirë të besimit. Merr Biblën, kërkoj ndihmë frymës së shenjtë, ruaj premtimet në zemrën tënde dhe lufto luftën e drejtë të besimit, për të jetuar me besim në hirin e ardhshëm.